botror. Sepse Zoti kishte rezervuar një botror më të madh për shqiptarët. Atë popullit shqiptar. Ne sot jemi kryefjala e të gjitha mediave botrore, shumë më tepër se sa të kishit kontare në botror. Ne nuk jemi turpi i atij sheshi që ndjek sot botrori. Ne jemi këtu në këtë shesh kaq të bukur që e transmeton gjithë bota. Prandaj faleminderit që i keni bërë këto ditë kaq të bukura dhe që na keni rizgjuar shpresën tonë. Faleminderit. Në 1990 prindrit tanë si ish student na gënjyen kur na thanë se na sollën demokracinë. Po çfarë demokracia është kjo? Kjo është pseudo-demokraci, neokomunizëm. Nuk shoh asnjë ndryshim nga çka na ka treguar kur ka qenë komunizëm me këtë tani. Kështu që në 2018 tentuam që shqiptarëve t'ju jepnin shpresë duke bërë një revolucion të madh. Por për fat të keq, mes nesh patëm shumë tradhtar. Na dërmuan. Unë mendoj se prap kishte shpresë, prap ka shumë të rinj nga ata që derdhën shumë lot kur protestat e studentëve u shuan dhe kam një thirrje për ta. Ju lutem riktheuni se ka ende shpresë, kemi lënë një mision për gjysmë. Ta çojmë në fund atë mision. Ta u japim shpresën shqiptarëve. Ju lutem bashkohuni. E di që ka shumë tradhtar mes nesh, po ne do ta krijojmë katarsisin tonë. Ne do t'i shporim të gjithë tradhtarët mes nesh, ta pastrojmë Shqipërinë nga tradhtarët dhe t'i sjellim shpresë shqiptarëve. E keni vënë re se si sillet Rama lart e poshtë duke na quajtur neve fashist.